16 vjeçë unë kam qenë me barë. Se ky ishte dorezes. Mos e li fëmijë të qaj, tha myllë e gojën, tha, u të mi qisë dhe hidhe edhe nga të na ferra, tha. Në lindjen e gocës, i njëti doktor, ish burim, kishën të gjuar që mu më kishin vrarë. Përshëndetje miq, që të mirë se erdhët në këtë video. Keni në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Itali. Do të hap dritaren për një nën, e cila ditën e sotme do rrëfej historinë e saj. Një histori dashurie kur ajo ishte vetëm 16 vjeç. Dhe solli në jetë një vajzë që nuk u pranua nga babai dhe pjesëtarët e tjerë të familjes. Zonja në fjalë do të jetë me imazh mbuluar, e kuptueshme, një histori të rëndë ku ka frikë se do të paragjykohet dhe unë respektoj mendimin e saj, kështu që hap dritaren dhe e përshëndes me njëherë. Përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Më ke dërguar mesazh dhe ke kërkuar që ti jesh me mua në një live se ke një histori dhe kërkon ta zbulosh të vërtet. Tani unë kur kam qenë e vogël jam rritur pa nanë. Më ka vdekur nana kur kam qenë në moshën nuk më kujtohet 9 vjeç o 11 vjeçe, një gjë tillë. Nga se ka ndruar jetë nana? Me tumor, me kancer. Të ka lënë të vogël? Mamaja. Më ka lënë të vogël. Dhe kështu na ka rritur babai, kemi qenë shumë motra vëllezër. Edhe në moshën 16 vjeçë unë kam qenë me barë. Kam dash një djalë. Ka qenë një lidhje dashurie? Po, një lidhje, nuk kam qenë e martume. Po, familja ime, më falë, du të kemë më mirë gjërat e hapura, më kupton? Nuk ka të bëj se unë jam ortodoske, nuk ka të bëj ortodoske, muslimane, për qyshtek. Më kupton? Familja, baba im, vëllezrit e mi, nuk flasë të motrat e vëllezrit, flasë herë të vëllezrit edhe të baba, më qalë nuk të një vlla, se tjetri nuk e dinte, të një vlla që e dinte më qalë na vëllezrit, nuk doshin që unë të kisha marrëdhënie me këtë djalin, se ky ishte dorezes. Po mulat, i thoshin mulat, një gjë e tillë, më kupton? Ne kishte mulat. Baban mund ta ketë patur të bardhë, nënën mund ta ketë patur të komunitetit egjiptian dhe quhen mulat, e kuptoj. Mulat. Kështu që dija unë në një historinë aty që ishte mulat, më kupton? Le të themi për shkak të kësaj gjëje prindit nuk ishin dakord që ti të martoheshe me ta. Që ta merrja atë djalin. Po, gjatë kohës unë moshën 16 vjeç unë kam qenë shtatzane. Në moshën 7 ku kam musht 16 vjeçë, ku kam musht 17 vjeçë unë, me datë 1 maj, mas 17 vjeçë unë kam lindur këtë vajzën. Moshën që kam musht 17 vjeçë. Po, ke lindur vajzë? Po, vajzën. Por në momentin që ti mbete shtatzan, si reagoi familja jote, le të themi vëllezrit dhe babai? Okej, gjatë kohës që unë kam qenë shtatzane, familja ime nuk e dinte që unë isha shtatzane se nuk dallosha në barku. Nuk kam pa dallime në barku, nuk kuptosha fare në barku. Se unë visha rrobat e një motrës tjetër, që isha 2 vjet më e madhe na unë, që e kishte lind një djalë, më kupton? Edhe visha gjithmonë rrobat e asaj. Kamufloje me veshje që mos të dukej shtatzania. Po. Kisha 1 muaj gjys përpara, gati 1 muaj gjys. Kishte gjyshja ime që jetonte me neve me pak vite, që erri nana babës, një fjalë, erri të shtëpia jonë që jetonte ta mante në fëmijë, më kupton? Kishte 2 zetat. Në momentin që kishte 2 zetat, njëna shtëpia ime familjarët e mi motra, nuk kujtohet se kjo motrë që tani o motra tjetër nuk kujtohet mirë. Del me ble kafe, sheqer se vishin njerëzit për 2 zetat që pishin kafen. E qartë. Edhe i thot që dua të takohem patjetër me motrën time atë më të madhen. Okej? Në atë kohë mi fjalë motra tjetër del e takon, 2 sekonda, e i thot mos i bani gjatë, thot për mua, se është shtatzane. Më kupton? Mos i bani gjatë që ta rrafin, keni kujdes, mos ta rrafin. Për mua, familja, mi fjalë vllai, baba, më kupton? Djali që ti dashuroje. Djali. Po. Vjen motra të shtëpia, merr vesh mi fjalë në atë moment, merr vesh motra ime që unë jam shtatzane. Pra e zbuloi djali në fjalë shtatzani në familjen tënde. Po, motra. Edhe nuk i thot gja as babës, mi fjalë tjerëve nuk hapët.
Po barrën time, shtatzan time e dinte vetëm kjo motër, se unë shkoja shumë e këtë motër, që është 2 vjet më e vogël nga unë. E qartë. Barrën time e dinte vetëm kjo si motër. Por nuk shfaqeshim në familje fjalë që ta shoh. Po unë gjatë kohës sado që kisha shtatzanin, kisha të vjella në salsa. Ku bashkë gatushim gjana me salsa, unë kisha të vjella. Dhe baba thosha më sa aftohu, na e ka na shëndeti, jo si isha me barë. Nuk kuptuan gjë. Jo. E nese, gjatë kohës të nesmën më thot motra, ditën më thot motra nesën i kemi një vend bashkë, thot. I them unë okej. Më të shonë të një në, unë jam Elbasani. Po. Më të shonë të një grupa që e mend emrin akoma sot, e ka pas emrin në Arova emrin. I me patangoj dhe Arova. Jo deti, jo prit. E nese, më të shonë të një grua, më të shonë të kjo gruja. Më shonë të kjo gruja dhe më thot mu përpasë të qoj, do të qoj atje ta dështojnë, ta dështosh ti më thot mu, më kupton? Ta dështosh këtë fëmijë, unë isha në muajin e 8. Ua, e pa mundur. Ku më ka çuar motra. E nese. Ky i thot motrës, me pak fjalë kjo, ikim atje ne, i thot motrës, ditë për jashtë thot, se unë merrem unë me këtë thot. Po. Edhe më thot kjo mua, Leta, nuk kujtoj emri, Leta ka emrin. Zonja, po. Mjeke ishte apo infermiere? Jo, ishte që bante dështime njerëzve. Doktoresh apo mamie? Jo, ishte jashtë, nuk ishte doktoresh. Këto jashtë një që i bani me shtigza, që bashin dështime me shtigza në atë kohë. Merë. Edhe më thot, i thot motës i për jashta. E më thot më ke, i them una, emër mbi emrin, unë tha me njërë unë tim, tha. Jo, i thash në gjokë tu, i thash una. Mos marri vesh motra ime, i them kësajt una. Unë jam kaq mushe. I them asaj. Jo, unë nuk të kap me dorë, tha. Po të dhitemi motrës sa të tha që të kam kap me dorë, tha. Presës ta që të lindesh, tha. Që të dështosh, tha. Unë nuk të kap me dorë, tha. E nese, maron gjoja puna atje dhe më të shonë shpi motra. Me datë 1 kalojnë, mi qalë ajona, hynë muajin e 9. Për para se të hynë të muaj i 9, e dashu Lefterie, por me djali në fjalë takoheshe, do më thënë... Po, takosha. Ky ishte në ushtar. Po. Edhe nuk e ban shumë ushtrim, ku kam qeshtë atë zanë, ku ka dalë prapë në ushtria, se ishte i sëmur, ka ra në punotën atë kohë me ifë. Makina ifë. Edhe në problemet e kokës që ka pas probleme në punën, ku ka pas punu ky, e eqi në puna, në ushtria. Nga ushtria, e që. Për para se të dilte në ushtria, qonë një letër një kumshijës time. Po. Ja qonë për mua, që ti ki unë të nana, të baba, të motra, kishe një motra, kishe dhe vlezët ty. Edhe vetë tonë të shpia, më fusin të shpia më bëjnë kafe. Edhe ata e marin vesh problemin tim që jam shtatzane. Më kupton? Nana, baba dhe motra. Familjarët e ti, po. Po. Okej, pastaj ky del në Austria, nuk e di sa shtyti një muje, i di çka tillë dhe del në Austria. I mush një muj, del në Austria dhe takovi prap. Gjatë kohës mi fjalë vetë data 1 maj, na më thot baba neve, unë kisha frikë një vlla, na gjithë mi fjalë baba, vllezë që kisha. Një vllaj kishim marrë frikë. Se unë ai vllaj kur kam qeshta zane ka marrë nga jak. Edhe më ka thyrë dhe sot e ka mundën të thyrë mi fjalë. Për atë histori dashurie, e kuptoj. Edhe kisha frikë nga ky vllaj. Në momentin që ne do dilshim për 1 maj, ishte motra ime, kjo që i merre rrobat tona, që kishte linë këtë djalin. Isha unë, ishte kjo motra dhe i motër tjetër. Kishim dhe i vlla mas nesh, po ata nuk e meshim se mos na shikove me këtë takoshim. Ai na vinte na mrapa me paklafe. Nete, dhemi deri te qendra Elbasani, te Konstantin Kusëfëridhi, te busti. Fillojmë, gjatë kohës që ikim atje, fillojmë bëjmë foto. Aty më vjen dhimbjet mua. Vjen dhimbja parë që isha në krah fëmijën e motrës, edhe kap motrën fëmijën e motrës këtu. Në gjana dhimbjet. E nese, kthehem në shtëpi neve, edhe po filloj të qaja se kisha dhimbje, po nuk bërtisja në dhimbje, qaja. Ky vllai ishte në... Filluan dhimbjet e lindjes. Po, dhimbjet e lindjes. Qa histori? Kisha vllai në banjo, në govat, lante pantallonat e veta, te që kisha frikuna. Edhe më thot baba, thot, lefta e ban, thoshte për mu, lefta e ban kafën më të mirë, do ma baj lefta kafën. E nisa, ikin baj me frikë se kisha vllajnë atje. Dhe më shikon ky vllai, thot, qa ke, thot, nuk jam smuni, them una. Nuk I them jam me barrë, se kisha pisë mitën e kapi 5.
Më kupton? E them jam smur. Ky, nga që nuk ishte mirë në atë trut e kokës, kisha në vrik në familje të gjithë, jo vetëm unë me babën me gjithë, si me grunë e vet që ka pas familjen e vet, okay? Edhe kisha frikë. Ky ngrihet, mi qal na govata dhe i thot babës, ky dreq baba thot, nuk i vizitovi një këto fëmijë thot. Më kupton? E nese. Çoma më thot vishu se mos ai isha zhveshur. Vishu më thot mu. Edhe i vizitohu thot baba te spitali se me 1 maj ambulanca është mbyllur. Ditë pushimi, e qartë. Ditë pushimi. Po përpara se të më tregosh momentin që vajte në spital dhe sigurisht solli një jetë vajzën tënde, nuk e more guximin që të ikje nga shtëpia dhe të jetoje me personin që doje në shtëpinë e tij? Jo, ose kisha frikë ky më pati thanë, që hajde i ikim në Korçë, te njerëzit e mi. Më kupton? Unë kisha frikë, gjithmonë isha e vogël, nuk kuptoja, më kupton? Unë ka pas gjithmonë frikë. Ishim si familje me qenë motra vëllezër, jemi rritur pa nanë dhe kishim frikë, më kupton? Frika të bëri që e qartë, të fshihesh Tazanin dhe të rrihet tek babai. Çfarë ndodhi? Ti u nise drejt spitalit. Okej, gjatë kohës që iki për në spital, marr motrën time kjo që nuk e dinte që i visha rrobat. Po. Vjen kjo me mua. Edhe i them, gjatë rrugës kur dal nga shtëpia, i them una, unë kanë ardhur ato, i them una. Nuk jam in, pra kësaj të unë nuk i tregoj. Më kupton? Edhe kjo më thot mua, i them una, do ikim te spitali grave, i them una. Okej, më thot kjo mua. Futemi te spitali, po këtë nuk e lejnë futën mrena, më lejnë mu të futën mrena. Po. I bi derës për të futur mrena, nuk po hapësh dera, po bërtisën adhimjet. Ishin gratë lartë që po i thoshin hapni derën. Dhe sa hapën derën mas 5-6 minutash, më kupton? Motra rrinte mas ekrave spitalit, që më shikonte na jashtë, derën ku i bija una, në katin e parë, normal që katë parë. Gjatë kohës që fusim mrena më bëjnë vizitën, thot je gati në lindje. Në dhimbjet. Po, tani më japin një fustan mua ata dhe heq rrobët e mia. Thot ku mund t'ja japim të rrobët? Ke një motrën për jashtë atë mund, ka flokët bisht, është me trike dhe me fund të rozë, dhe vetë. Vetë ati japin rrobët, thot, është në lindje, ajo nuk dini gjë. Thot, fillon të çanta ajo. Motra ime nuk e përshtat zane, i kanë ardhur gjanat për të parë nga tronë, ça nga tronta e nise. E marrin e fusin mrena ata aty të unë. E marrin e fusin mrena dhe i thonë që motrën e ke në lindje. Edhe po merrshin të dhanat e mia. Në momentin që tha motra tha, kur të vi dështimi, tha që se do lindësh shpiu, tha mu, ti mos bërti, tha, mos e lind fëmin të qaj, tha, myllë e gojën, tha, futemi qisë dhe hidhe nga balkoni, tha, të ferë, tha, që mos merë dvesa do të vrasin ta të shpis, tha. E nise. E dashur, jeta jote që nga film. E dhishme. Edhe më thot mua këto muhabete. Nese, në spital una, më ikin dhimbjet. Po. Më ikin dhimbjet fare. Nuk kisha ma linjë dhimbje shumë, nuk kisha hapur akoma, si që më thoshin doktora tani, kupton? Qartë. Gjatë kohës natën, më vin dhimbjet prapë, ndarkët vonë. Më vin dhimbjet prapë ndarkët. I men nuk jam e sigurt këta. Me orari, se ka qenë pak për para 12-ës, o ka kalu 2-3 minuta, apo 5 minuta mas orës 12 një natës. Një dhe shu 12 natës. Në qëllë data 1, më kupton? Do me thënë, i bie, ti ke lindur në 1 maj të vitit? 1985. 1985 në spitalin e Elbasanit. Elbasanit, po. Ku është aty të policia, afër policisë. Por si e sigurt? Tani e kam ndruar kam shu lart tani. Nuk e sigurt nëse kishte kaluar data 1 maj, apo ishte dita e fundit e prillit. E qartë. Po. Më kupton? Nuk jam i sigurt të nuk më kujtohet kjo detaj i vogël. Se ka qenë i qik për para, apo i qik mrapa. Më kupton? Para apo pas 12. Gjatë kohës, unë e maj fëmin, jo, më vjen motrat mu të spitali, e marrin dhe i fusin mrena. Edhe më thot mu, mos bagabim të vish me fëmi të shtëpia, thot, se do të vrasi baba, më thoshin mu. E nese, jo unë fëmin e doja, i thoja unë, e du fëmin. Me pak fjalë, ky vllai ma që kisha frikën e madhe una, vetë kërkon të nesmen në kompost të spitalet e tjera, se nuk e di që unë isha aty. Dhe vetë në shtëpi thot këtyre, unë nuk e gjeta, nuk është e shtruar në spital. Ku është? Është për gratë, thot, se në që i kanë ardhur për e pari, thot motra, i hapët shumë, nuk i tërgon. E nese, nani këtë kompost dhe të shoja janë ju, se unë aty të gratë nuk vetet, thot.
në spitali grave, thot. E vin këto. E më thot mu kjo motra, kjo që donde që ta hidhja. Më thot mos a shumë e fëmijë. E nise, mas 2-3 ditësh vjen baba. Këto nuk i kishin treguar babës. Baba e merr vesh te para se ta fusin mrena, që je babë mbes. Edhe vjen te dritarja, unë isha në katin e parë. Dhoma parë ishte fëmijëve, dhoma dytë ishte edhe nanave. Më kupton? Edhe më thonë këto gratë e dhomës, edhe baba thot, po mos harro, thot, ishte atë, thot, maskën, se marrshi maskën atë kohë, kur jepshin fëmijës me pije. Po. Dhe baba më thot kaq, në gjotë keqen baba thot. Mos merr fëmijëve vetë se mora tani vesh këtu te ajona, te dera. Mos merr fëmijë vetë thot se baba nuk të kap me dorë, thot, që se baba të kap me dorë të rreth, thot, më thot baba. Ik denonco mu thot, shko në polici, thot. Rriqe thot, hajde të shtëpia thot, edhe mos e merr atë fëmijën. Me kuptimin që mos ikja unë te ai, më kupton? E nese. Tani që ti mbledh gjithë këto 2 ditë përpara, po 1 ditë përpara nuk më kujtohet e saktë, se 1 ditë përpara o 2 ditë përpara, ngjoj zërin e motrës time te korridori. Ne ishim nanat mrena. Edhe më thot mua, i thot të infermierë doktorat që ishin aty për jashtë, unë nuk i pash të gjenje kot. Ti se me infermierë me doktorat. Futeni në okupator, të vdesi fëmia. Edhe unë t'ju jap sa lek doni. Doktori, gjovaza doktori, mashkull, më kupton? I thot, ne nuk vdesim fëmijë, thot. Në qenë sa e nuk është e martume, ju nuk doni ta martoni, thot, shte me ta merri atë që do, tha, mund ta marri një familje që s'van fëmijë, tha. Ta çoni në jetimore. Mund ta marri një familje që ka nevojë për fëmijë, tha. I thot doktori. E nise. Nuk e mbaj mend se 1 ditë, 2 ditë, nduk se 2 ditë përpara. E nise. Unë fëmijën e kam mbajt gocën 10 ditë në gji. O, i ke dhënë gji. Po, 10 ditë mojti, 10 ditë e kam mbajt në gji. Ditën e 10 në ora 6 të mëngjesit unë i kam dhënë gji, ku ka ardhur ora 9 që erdhën fëmijët e tjerë, vjen një infermier, doktoresha, doktori, infermier, doktor, nuk më kujtohen mirë, kanë ardhur, më kanë thënë që fëmia ka ndru jetë, të ka vdekur. Por nuk ma tregu që ka vdekur. Edhe unë si fëmijë, unë nuk kuptoja, them drejtë, nuk kuptoja. Imagjinon të ma thush tani, nuk e besoj. Ne jedhim, kemi një puset mrapa, se nuk varrosën to kalamajt, ka një puset të mrapa dhe jedhim të puseta, më thoshte mu. Infermierat. Më gënjyen, më kupton? Më gënjyen. Shumë e rëndë dhe mënyra se si kanë vepruar. Okej. Unë gjatë kohës, mi fjallë, edhe kur jam martuar, se më ka martu baba pas e mrapa. Por ndalim një pak, e dashu Lefterie, në momenti që sodhe një jetë vajzën, në 1 maj të 1985, babai biologjike mori vesh? Po, i kam pas tërguja pas ashuna, po. A ishë në atë kohë, mi fjallë, i fju me i tjetër. Nuk do të më merë të ma mua, më kupton? Kishte vazhduar jetën ai u fejua me një tjetër të braktisi ty. Me këte që kam pa fëmijë, unë nuk marë tysa se ti nuk kishe gocë. Personin që ti dashurove, që sodhe një jetë në fëmijë, për shkak se nuk të gjeti të virgjër, nuk të mori për grua. Po. Dhe ti bëri gjithë atë sakrificë për dashurinë, e kuptova, e dhimbshme dhe më vika shumë keq. Tani, në gjatë kohës, më kupto tamam, viteve unë veç e mendoja këtë fëmijë, por nuk kam pas mundësi se kam qenë martume me fshatat e Gramshit. Po ndalemi te dita që ti dole nga spitali, të dhanë lajm? Kam ikur në shtëpi, më ka ardhur motra masijore, më ka marrë, më ka çu shtëpi, më ka ardhur me rrobe në dorë. Motra më ka çu shtëpi, po nuk ka kap njëri me dorë të morrafi, të gënje kot, nuk ka rrahur njëri. Ty të thanë që fëmia vdiq. Në momentin që ti u ktheve në shtëpi, kaluan vitet, le të themi, u rrite, folin ndonjëherë me motrat e tua, të treguan ato të vërtetën, se ndoshta dikush e di të vërtetën. Një gjë pra, aty do të daluna. Do të dalun aty. Po. Për ne thash, më ndigjo me vëmendje. Martohëm, më kupton? Bëj familje tjetër, goca madhe martohet, goca ime, jo kjo që kam humbur spital, me këtë që kam bërë martesën. Sa fëmijë solle me martesën që bëre? Një vajzë më ka vdekur. Mbi ka keq.
Një vajzë më ka vdekur te 1 vjeç e gjys. Kurse kam 2 vajza dhe 1 djalë. Ke 3 fëmijë, me jetë ti kesh. Po. Po. Ashtu, mu ka ikë jeta vetëm vujtje dhe në martesa me gjana të tjera, ka ikur shumë vujtje jeta ime. Megjithatë, martohet vajza ime në Elbasan. Në lindjen e gocës, i njëjti doktor lind vajza ime. Që kishe lindur ti 16 vjeç gocën tënde, po? Lind vajza ime. Edhe shoh doktorin që zbret poshtë, i them doktorit mund ta pim një kafe? E paguj unë, në asnjë mënyrë, e paguj unë kafe, thot doktori. Ta keni më shëndet në besën, thot. Je gjyshe për të parë, mund t'jenë dhe për zdyti, po për këtë arsye do të flas me ty, them. Më kupton? E qartë. Edhe thot, në vitin 1985 unë kam një vajzë, kam majt 10 ditë në gjithë, ditën e 10 në ora 6 mjese e shpjegoj unë ditë tuk të muhabeti, ky më thot, thot, më vika shumë keq, thot. Megjithatë të ndihmoj vetëm kaq, thot, që fëmia të ka vdekur apo mund të jetë gjallë, me vërtetë. Për ta verifikuar. Të shikojnë arkivjo, thot. Më merr mu, më çon atje dhe hapa atë ç'a viti, ç'a date, të ditën, unë e gjem. Doktori dhe më thot mua, këtu kanë hedhur firmën që mos marrësh fëmijën ti, thot, për babën tim. Motra me babain. Me babain, që unë mos rikja fëmijë. Edhe nuk më dha shumë detaje, Odeta. Se po e pyesa, nuk më dha mi fjalë, i thashuna, po ku mund ta keni çu këtë fëmijë, thashuna. Fëmijët ikin unë fëmijës nuk i kam vënë emër. Se doja t'ja vija mrapa. Kur të dilën në spitali. Përpara nuk i kisha vënë emër në spital, fëmijës. E qartë. Edhe më thot mua, fëmijët nga 0 deri në 3 vjeç shkojnë në Shkodër, edhe në Durrës. Pastaj sposohen derisa adoptohen, thot. Ose nuk adoptohen, rritën, thot, doktori. Unë nuk kisha mundësi ta veja ta kërkoja, në qoftë se nuk dha detajet tjera që e kam vënë emër, s'kam vënë emër, ku ta kërkoj në Durrës, në Shkodër. Nuk mundesh atike se unë kam pas problemet e gocës tjetër. Pra, kam pas dhe problemet e mia të shëndetit. Pra, shumë e rëndësishme ke arritur të zbulosh që babai dhe motra jote kanë firmosur që ai fëmijë të dorëzohet në shtet dhe lajmi që tu tha ka vdekur nuk ekziston. Po. Por me motrën tënde, fole apo me babain kur mësove këtë të vërtet? Baba nuk ma ka tërgu këtë gjamu, 1 sekond. As motra. Baba ka 1 vit që ka ndru jetën. Baba shpëllime. Ka 1 vit që ka ndru jetë. Me motrën nuk i kam pas marrëdhënie të mirë, se unë kur kam mikur në Shqipëria për problemet e familjes, ku kam qenë e martume, se ka qenë vetë prezente kjo motra, ku ka ndodhur dhuna midis vjerrit tim në familje, më kupton? Që ka dashur me vrasje, ka i ka pas pa 10 vjet për ish gruan e vet, vjerrës time, që kishte pa 10 vjet vrasje për punën e gruas, më kupton? Dhe donte të viste familjar që ngjinte përpara. Edhe në atë kohë ka qelluar kjo motra ime, ka qenë për vitrit të shtëpia ime, me fëmijën e vet, me vjerën e vet ku kanë arton, pa këtë zhurmën e madhe, çapa, edhe kam ikur në shtëpia, se më ka përcjell dhe burri vetë, nuk është se i kam ikur burrit unë. Me mirë kuptim me burrin, jo se kam pas probleme me burrin, në asnjë mënyrë. Se unë si ai burr nuk gjej sa të gjallë një jetë. Në atë lloj burri që kam pas nuk e gjej gjallë jetë. Unë fjalë se më ka vdekur dhe burri, ish baba fëmijëve. Por ti ka vdekur me tumor. Më vjen ka kesh ti ke nga shtëpia e burrit se vjeri kërkonte të vriste? Po, se mori një dru gardi aty për të na vrarë neve. Edhe ne kemi ikë me vrap gjithë. Më kupton, ka marrë fëmijën e vogël unë, çuni. Edhe ma ka rrit motra. Por me burrin u bashkove më vonë? Në kohën që unë kam ikur, se tha iksa do bashkoj, se kur kam ikur e parë unë, kur ka vdekur goca parë, unë kam qenë Greqi dhe kam marrë burrin prap. Më kupton? Jemi bashkuar dhe u kthyem prap. Kur u kthyem prap, filloi plaku prap. Vjerri. Kur ka qenë motra ime, i ka prap, po i ka në Itali, nuk i ka marrë në Greqi. Në gjatë kohës që unë isha në Itali, nuk kishte telefona, se ato telefonat e fshatit ishin hekur të zyrave që thoshin atje. Nuk kishte ma telefona. Në atë kohë, nuk ka pas telefona në atë kohë. Edhe kisha dëgjuar, ish burrim, ka vdekur, më kupton? Kisha dëgjuar që mu më kishin vrarë. Wow. Edhe ky me një grua tjetër me 2 fëmijë për të rritur këto 2 vajzat. Martohet burri. Nuk martohet.
Bashkëton. Nuk martohet. Nuk ka dashur bante martesë. Burri. Ja. Ku ka marrë dokumentat për herë të parë, unë? Por fëmijët, ka kaluar 5 vjet, 7 vjet. Fëmijët i rriti burri? 4-5 vjet. 4-5 vjet. Kur i keti në Itali? Jo. Ku ka qenë goca madhe, ka qenë në klasin e dytë, e vogla e tjetë njëra klasë parë, tjetra klasë dytë. Jo, kur ti ke në Itali fëmijët i lete burri, u kujdes ai për ato. Po. Për gocat, jo për djalin, se djalin ma majti motra, si ishte 1 vjeç. E kuptoj. Ai nisi bashkëtesën me një grua tjetër sepse ty të ditë të vdekur. Mu më ditë që i kisha vdekur. Kishin gjuar që unë kam vdekur, më kam vrarë. Wow. E nëse i le fëmin që i manë ky, ku ba me dokumenta una, mas 5 vjetës, 6-7 i gjatil, unë i për Shqipëri, po unë kam pas gjithmonë frikën e vjerrit, jo të burrit. Edhe marrë policinë e Gramshit, edhe iki me makinë e policisë në fshat. Edhe më del vjerri, burri, gocat. Aty marrë vesh që burri jeton të mi i tjetër. Më tha mu unë do e le, i thashuna në qoftë se ti ke fëmimate, si kishe një fëmijë sa kishe lindur një fëmimate. Kishe ba një djalmate. Po. Edhe i thashë jo mos unda, i kam thënë na, se gjuna dhe ajo thashme. E nese. Në kone gjatë kohës që burri im usë mu që shtek, kjo kishe dhe i fëmiti, u ba dhe me 2 fëmijë. Kjo la burrin e vetë, me fjalë, ish burrin tim, edhe iku të njerëzit e vetë. E keni një gjurë se ka dalë në televizor familja asaj gruas. Ka dalë herë të funit në televizor që janë vrarë, mi fjalë janë shmytur në pyllë, kam vrarë vetën të baktite. Ka dalë për televizore familja atyre. E qartë, po. Merë vesh, mi fjalë kjo që unë e marë burrin e qojnë shpitime. Unë gjatë kohës jam martu me italian. E marë në qojnë shpitime në Elbasan, në puton. Babajnë e fëmijëve. Po. Edhe ikte vinte, takonte, bante, nuk ishim marrëdhënie. Të them të drejtën, nuk kemi pas marrëdhënie. Kemi pas marrëdhënie familjare, veç në fjalë të mlidhshim me fëmijët edhe me babën e fëmijëve. Se ti kishe nisur jetën në Itali dhe ishe martuar me një shtetas italian, e qartë. Po. Mrapa se mora vesh që ishe martuar, E kuptoj. Mrapa. Po. Jo përpara, mrapa. E qartë. Edhe me pak fjalë të fëmija im, i kam pyetur mrapa motrën time, nuk më thoshte gjë. 2-3 herë kam pyet babën, mos më pyet për këtë gjana. Ku ka qenë gjallë. E nese. Me pak fjalë, ku ka qenë burri im, baba fëmijëve, ku ka qenë isëm unë ka marrë shtëpi derisa të dha shpirt. Se u vdiq me tumor. Kur e mori vesh gruaja, iku. I mori fëmijë dhe iku. Unë e kam majt vetë, i kam bavarrin vetë, i kam bërë gjitha vetë. Të kuptoj. Më kupton? Edhe me pak fjalë, me fjalë të fëmija, unë them që është gjallë, një e para. E dyta, në vitin, të them dhe këtë tjetër, në vitin 2019, unë kam patë transmisioni juaj të ty, sa kishe marru direkta, ishin direkta, kishe marru direkta, se i shikojnë në tube, se i ndjek gjithmonë për punën e këtyre, për mos ndali vajza që shtek, i shikoj gjithmonë, kupton? Shikoj njërën që jep të dhanat, më kupton? Jep të dhanat e paka shumë të mia, më fjalë, jo për mua, më fjalë të dhanat që kishe marrë ajo, më kupton? Dhe konsidoshin me gjanat e mia, paka shumë, një vajzë që ka ardhur në emisionin tim ka kërkuar nënën biologjike dhe përshtaten me të dhënat e tua. Paka shumë, jo shumë. E qartë. Paka shumë. Nuk bazosha atë 2 gjana me fjalë që nuk mund të ishte fëmija im, se nuk vinte ardhmja si shtrëgonte ajo nga Elbasani, më kupton? Dhe ardhja sajt vinte nga Lezhë, diçka tillë. E qartë. Vendlindja Lezhë. Nuk vinte nga Elbasani. Më kupton? E para, e dyta, nuk konsidoshin dhe kjo, me fjalë që unë ku kam nxjerrur fëmijën për shembull, më kupton? Si ta them unë, unë nuk i kisha vënë emër. Por automatikisht vendlindja është Elbasan, ka lindur në 1 maj të 1985, kështu që është e qartë, ajo dosje e ka ndjekur kudo vajzën tënde. Po. Edhe
me këtë vajzën, me këtë që them unë. Edhe shikoj i shkruja sajtuna ku shkushin gjithë njerëzit të komentat. Mund të kontaktojmë bashkë, të flasim. Po. I them sajtuna. Kjo thot po të flasim se njëti ngjarje kemi bashkë, po du të flas më tepër, i them unë. Unë te kjo me fjalë nuk konsiderojnë dy gjana për mua, më kupton? I them unë, emrin që unë si kam vënë, se kur ishet fëmia në spitali, tani që unë jam gruaja nani, i kuptoj, i dim gjitha gjanat, nuk jam anat. Edhe më thot, jo, emri nuk është i regjistruar. Nuk ma tha emrin ai doktori kur thashun për punën e doktorit. Më kupton? Që nuk është i regjistruar fëmia. Në spital, mund ta kenë marrë në spitali, mund ta kenë marrë në jetimorja. Unë ma tepër nuk dija gjë. Tani, mendimi im them una, mendoj una. Kjo ka pas emrin ku ka thënë të juve, ma ka thënë dhe mua, e ka pas emrin Alma. Edhe familja inicial nuk mund të ndroj nëse spitali një radhë parë, apo shtëpia fëmis 2. Nëse i kanë dhënë emrin Alma, familja nuk mund të ndroj se ka dhënë nana, sa kur e marrin e pyesin e ka dhënë nana emrin apo ka dhënë spitali. Jo, dëgjoj të sqaroj. Kur fëmijët nuk kanë emër, siç ka ndodhur me rastin tënd, emrin mund t'ja vendosin në shtëpinë jetimore edukatore, se do ta regjistrojnë dhe do t'i vendosin një emër. Por familja birësuese, ajo që e birëson, ka të drejta të plota t'ja ndryshojë emrin, nga Alma t'i vënë një emër tjetër. Okej. Domethënë, kjo është e drejtë ligjore që mund ta bëj. Zakonisht këta fëmijë që kanë një emër dhe i është ndryshuar, gjithnjë mendojnë që ai emër i parë është emër që i ka vënë nëna biologjike. Kështu procedon realisht, domethënë, kështu ndodh, edhe pse ndoshta ata kanë qenë pa emër dhe emri është vendosur nga edukatorja që ku kanë mbritur një jetimore. Nuk ka të bëjë dhe kjo, nuk ka të bëjë dhe kjo. Po. Ka të bëjë shumë më kësaj të femës, ka të bëjë te u lidhëm, i lidha me gocat, unë me fëmijët e mi, vajtit e baba im ku ishte i gjallë. Më kupton? Po, Nga emisioni im ti je lidhur nëpërmjet komenteve, je takuar me vajzën. Unë vetë, akoma jo. Një sekond. Po. Fëmijët e mi janë takuar. Fëmijët e din historinë, e që ti ke lindur. Po, fëmijët e din historinë. Fëmijët e din historinë. Ashtu. Po, unë atë nuk jam takuar. Kur e kam pyetur unë atë, i kam thënë bëjmë DNA-n, se unë du t'jem e sigurt që je ti fëmia im. Po. Apo e kam gabim? Ajo është më e rëndësishme, ADN-ja e vërteton. Nuk kam lek me ba DNA-n, e bajuni i kam thënë asaj, DNA-n. Nuk pranonte me ba DNA-n. Qysh i bie kur ti nuk pranon këtë bashkëdina që ti je me sigurt që ti je fëmia im. Megjithatë, gjatë kohës flisja me atë. Unë kur kam folur në fillim nuk mund të lëvizja për 2 vjet e gjysmë në Italia. Problem dokumentash, problemat e mia. Po. Nuk mund dilja në Italia, do të isha vetëm në Itali. E qartë. Ashtu. Në momentin që unë të lëvizja në Italia, mas atyre kohës që kisha për të dalë, më kupton? Edhe më smunët baba që bie në shtëpi, më marrin ata në shtëpia goca, më thot ka rënë gjyshi, thot është gjenet keqe në koma në spital, më thot mu. Nisëm, goca tjetër që kam këtu në Itali, më të shonë se isha 0 me lekun, më nisin Vandri, burri gocës, më nis 500 euro dhe nisëm me vrap për Shqipëri, më prejnë dhe biletën. Po. Edhe marrë unë atë në telefon, në aeroportin e Italisë, edhe i them, unë po vim për Shqipëri, është baba në gjenet keqe, gjyshi. Ka ranë edhe nuk flet ma. Hajde më takon në Elbasani, themuna, se nuk lëviz dot. Se nuk do rri dhe shumë. Se s'kisha dhe shumë kohë të rri aty, se ishte problem dokumentas, do fusja dokumentat në atë kohë. I gjatë tje pun dokumentash. E them, nuk mund të vi atje ku je, se kjo rrinë në Maqedoni. Nuk po më vjen ndërmend si histori. Do ma dërgosh linkun e emisionit që të di për kë bëhet. Nuk e gjet dot, jam kërku për ta kërku, nuk e gjet dot. Nuk e gjet dot. Më kupton? Edhe thot unë nuk vi dot, po të isha hajde tim thot unë. Unë po të them arsye nuk vi dot për punën e babës. Më kupton? E nise.
Nuk u takove. Nuk e di qa mua beti nga trumë të dyja, unë dhe ajo, ti nuk dashkën të takosh mu, i thash, një gjatë gjitha, nuk kujto si i thash, që i shkuta, jo me të folur, nuk kujto se me të folur, me të shkujt nuk me men, nuk kujton. Kjo më thot mu, e pasi që ka lanë dhe për shumë që ka nanë të motra, ashtu i ke lanë dhe ka la majtë të tjerti, rrugve, thot mu. Unë nuk i lash rrugve. Ti historinë akoma nuk e di tima, që të la fosë në afrë më mu që është flan fëmija. Kjo është bazuar të gjitha këtyre muhabetëve, se çuni ime ka rrit motra ime. Kur ka qenë çuni 9 vjeç, unë kam dashme marr, motra nuk më ka dhënë. Unë e kam shkuar në polici, nuk më kanë dhënë prap. Edhe fëmia sot me frymën e motrës ime nuk u do mamu. Vjen sa për faqe ka një vit që me mu i kam mbyll çdo gjë. Më kupton? Mi ka keq për ty. Edhe me pak fjalë në ti, Odeta, me këte, Michel, kjo, si shta këto mua bete, thash nuk qeke për mua ti, thënë, edhe i fuz blok në asaj. Të thëmë drejtën, unë i fuz blok e para. Nuk qeke për mua ti, kam thënë. I fuz blok. Edhe them, nuk e besoj jo për këtë arsye, të them shumë arsyet, më kupton? Kur kam folur me këte, kur kam folur me këte, jo ka thënë, unë nuk... do të vish në takosh në Itali, nuk e len do të nanën, thot. E dashur, do ta gjej unë këtë histori dhe ma lërë mua në dorë ta verifikoj, ti ke dyshime që nuk është vajza jote, por që rëndë si ka, duhet më kishe kontaktuar mua, që në momenti që ti dyshoje për këtë emision, për këtë vajzë, që mund të ishte vajza jote, më kishe kontaktuar mua dhe nuk do ndodhte gjithë kjo histori. Ta premtoj që s'do ndodhte, do verifikosh në moment, por të premtoj që do ta verifikoj. Më fali sekund. Mua betin e vajzës, sajt. E ka ishe, neve në thrisni Liza, se thrisim Liza. Edhe kjo donte mi fjalë nuk vi unë për para kohë, du që kur mos jetë një ditë nana, se nuk e le vetëm. Jo, nuk du asun tani kam thënë. I kam thënë asaj. Po unë që të vishtu të unë i kam thënë asaj, unë nuk mundëm thash të bëj dokumenta aty, se nuk njifemi se do procedurat tjera të marrësh nga Shqipëria, i kam thënë asaj. Por të thënë që ti e fja ime që unë të bëj dokumenta aty, kam thënë. Nuk mund t'i bëj se dunë shumë procedura, dunë shumë kohë, dunë shumë gjana për t'u bëj, kam thënë. Këtu po të dali ligji i dokumentave, i kam thënë asaj, që ka qenë e martu më ndana buri ka një vajzë. E ka danë këtë vajzë. Do t'a gjej historinë dhe të premtoj që do t'a verifikoj unë, ma lërë mua në dorë, ka qenë pjesë e emisionit të mia. Do të them vetëm këtë bisedë, Edhe thot mua, unë kisha një plak që e ndimoja. Tani e kemi qute e pleqt me asistent sociale, mos vunte që e i vidhshin e bashkë për një italian. Më kupton? E kam pas majtë shpije, i mora shpitularte, shpija pallati po shqitesh, unë pasë të shumë në ato së është një panjërie, shumë asistencën shumë të pleqt, që ta majmë pleqt, më kupton? Edhe ishe mua beti këti plakut, para se të bashkë këto se këta e kanë shumë tani këtë vit, më kupton? Në gushin e 2005 plakut. Po kjo ka qenë që 2019 kjo mua beti. 2020 një gjatë tillë. Edhe era mua beti dokumentave. Unë i thash, ke atë për plakun, ke Salvatorën, po Salvatore, po doli kjo, thash në ligji për ba, në fjalë të marë si pleqni, okej. Po, ky nuk ka akoma, i kam thënë atë kohë, se s'kisha marrë akoma të fillon të pension, nuk mund ta baj, i kam thënë. Në Itali funksionon, thash, që të marri për siprat, për punu për shembull, që ti bash dokumentat, te personi për shembull që e mban për shembull, i ban Ismetin, e lanë në shplan. E kuptoj, ti mendoj që ka dashur edhe të shfrytëzoj. Po, e i kam thënë dhe këta, jo, i kam thënë dhe këtë tjetër. Janë dy gjana i kam thënë, o të vish në Itali, nuk i thash për plakun, më kupton? O të vish në Itali të martohësh, o të vish të në Itali, i kam thënë, kur dal ligji thash, të bash dokumentat me, si ta them una, asistencët familjare, me pastrime, me të shardoloj dali ligji. Jo, tha, unë i bëj edhe me të Salvator. Me Salvator mund t'i bash vetëm me martesi, kam thënë, për të marrë dokumentat. Të plasapur. Me Salvator mund t'i bash dhe me martesi, për të bërë vetëm dokumentat, i kam thënë. Kur të më vdesi mamaja, thot, kjo. Okej? Kur të më vdesi mamaja, thot. I bëjmë rapa këto gjana, thot. Ti ke kontakte sot me atë?
Jo. Unë shpar kam përvuar një numër, po drejta. Edhe dilte e hapun ja i numri. Asaj. Më dilte e hapun. Mos bëj asnjë lloj veprimi, më lër ta verifikoj unë, të flas unë, mund të verifikohet lehtësisht, është vajza jote apo jo, kështu që ma lër mua në dorë këtë pjesë. Por ne do të nisim kërkimet për vajzën tënde, ajo është gjallë, është birsuar, uroj me zemër që ta takosh sa më shpejt dhe të mësosh të vërtetën e vajzës tënde. Në ngjarjen e kësaj lizës, përfundimi i kësaj muhabeti, ngjarja e kësaj lizës, më kupton? Është origjinalësia i vet. Me sytë i shile, vetlat, fytyrën. Te hesë më thoshte motra ime e ka tesmën si ty, të nejtmën e ka si ty. Të nejtmën, pra pak a ka shumë. ngjashmëri. Ka pak gjatë marrë me tesmën tatë, më tha mu. Është ma e shkutër në Miranda. Nuk ngjan me Miranda, kurse Miranda ngjan me gocën atij, atë tjetër që ka pa me grup tjetër. Më lër mua ta verifikoj. Nëse ajo ka qenë në programin tim, unë kam dosjen e saj, kam gjithë dhënat e saj, gjithë historikun e saj dhe do ta verifikoj unë. E dashur Lefterie, do metemi bashkë në kontakt dhe të përqafoj nga Tirana. Shumë faleminderit. Të përshëndes. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Mirupafshim. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që të jeni pjesë këtu në live më odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori që ndonjëherë më duken sikur i kam parë nëpër filma dhe nuk janë histori reale, por fatkeqësisht janë histori reale, histori shqiptare që vinë jo vetëm brenda territorit të Shqipërisë, po kudo ku ka shqiptar. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër. Mirupafshim.